Nën simbolikën e 12 yjeve të flamurit të Bashkimit Evropian dhe me sloganin Shqipëria në 2030 në BE, vetëm me Edin dhe PS, kryesocialisti Rama i parapriu hapjes zyrtare të fushatës me një takim me gratë socialiste i zhvilluar paralelisht në 12 qarqe. Duke sjellë në vëmendje pjesëmarrjen e grave në politikë ndër vite, Rama tha se në 11 maj vota e zonjave do të jetë vendimtare për PS. Në mëngjesin e 12 majt, Shqipëria do të gëdhijet e gjitha e mbuluar me rozë, që është ngjyra e grave dhe vajzave, por që është edhe ngjyra e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Rama paralajmëroi se nuk do të jetë e largët dita që Shqipëria do të ketë një grua kryeministre, e cila do të vijë nga radhët e socialistëve. Jam i bindur që nuk është aq e largët dita sa mund të dukej deri dje, kur Shqipëria do të ketë edhe gruan e parë kryeministre dhe as nuk e diskutoj fare që do jetë socialiste. Ndërsa mandatin e 4 qeverisës, Edi Rama tha se e kërkon për t'i dhënë shqiptarëve pasaportën europiane. U publikua data 14 prill, do me thënë të hënën, për konferencën e 4 dhe do hapim një seri tjetër kapitush. Yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Për herë të parë janë rreshtuar yjet në favorin tonë, se për herë të parë nuk jemi vetëm ne që duam të hymë sa më parë në BE, po për herë të parë është dhe BE-ja që do që ta marrë në gjirin e vet. Kryesocialisti nuk la pa shigjetuar as kundërshtarët politik. Kanë paguar me të gjithë puplat e kokës edhe të trupit bufit edhe një këshilltar, që e quajnë dhe magjistari. Bufi e di, këtë ju siguroj unë që e di më mirë se unë. Më mirë se unë, më mirë se ju, më mirë se të gjithë, që vetëm një magji mund ta shpëtojë nga disfata. Të shtunën e 12 prillit në orën 12 dhe nën simbolikën e 12 yjeve të flamurit të Bashkimit Evropian, socialistët do të mblidhen në sheshin Skënderbej në mitingun hapës të fushatës, i cili do të zhvillohet me lidhje të drejtpërdrejta në të gjitha qarqet.